Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vetëm një lugë kos para gjumit dhe nuk do të vuani kurrë nga këto probleme shëndetësore. Një tas kos a mund të shbëjë efektet e dëmshme të ushqimeve me ynyra të larta? Këtë sugjeron një studim i ri nga shkencëtarët amerikanë, të cilët kanë zbuluar se gratë të cilat konsumojnë kos para një vakti të lartë në ynyra dhe karbohidrate kanë nivele më të ulta të inflamacionit në gjak krahasuar me ato të cilat nuk konsumojnë fare kos. Kosi mund të parandalojë futjen e toksinave në enët e gjakut dhe forcon veshjen e brendshme të zorrës. Konsumimi i kosit para një vakti mund të ndihmojë gjithashtu në përshpejtimin e metabolizmit dhe uljen e rrezikut për zhvillimin e sëmundjeve metabolike dhe kardiovaskulare, thonë shkencëtarët nga Universiteti Wisconsin-Madison. Ky është studimi më i fundit që tregon se si një tas me kos mund të përmirësojë shëndetin në shumë mënyra, duke filluar që nga ulja e temperaturës së trupit deri tek forcimi i kockave dhe ulja e rrezikut për zhvillimin e sëmundjeve të zemrës. Madje mundet që të ndihmojë edhe në rënien në peshë dhe në parandalimin e infeksioneve. Kosi sipas ekspertëve ka shumë të mira dhe benefite për shëndetin ton. Kosi mbetet një nga ushqimet më të rëndësishme të bulmetit, pasi ai mund të sjellë mjaft përfitime siç e përmendëm në fillim të videos. Kosi është një produkt i mrekullueshëm për të konsumuar si nga të rriturit ashtu edhe nga fëmijët. Ai prodhohet nga fermentimi i qumshtit dhe gjithashtu është i pasur edhe me proteina, kalcium dhe me vitaminën B6 dhe B12 dhe probiotik. Këtu ne do t'ju listojmë disa prej arsyeve më kryesore se pse duhet që të hani kos çdo ditë. I bën mirë stomakut. Kulturat e gjalla tek kosi janë efikase kundër konstipacionit, diarresë, inflamacionit të zorrës së trashë e të tjerë. Këto probiotik përforcojnë njëkohësisht imunitetin dhe mbrojnë stomakun nga infeksionet. Osteoporoza. Brishtësia e kockave vjen si pasojë e ndryshimeve hormonale dhe mungesës së vitaminës D dhe kalciumit. Kosi gjithashtu është i pasur me kalcium dhe konsumimi i rregullt i tij përmirëson gjithashtu strukturën e kockave. Tensioni i gjakut. Studimet kanë konfirmuar se produktet e bulmetit kanë aftësinë të rregullojnë tensionin e gjakut. Me sasinë e duhur të produkteve me pak yndyrë, rreziku i tensionit të lartë të gjakut bie me 50%. Pesha. Kosi gjithashtu është ideal edhe për të kufizuar kaloritë. Ai shuan urinë dhe nepsin për ushqime të ëmbla pasi përthithet. Kalciumi nga kosi ndikon që qelizat e yndyrës të ulin prodhimin e kortizolit, ndërkohë që aminoacidet djegin të gjithë yndyrën e tepërt. Rekomandimet gjithnjë vlen për kosin me pak yndyrë. Skuqet e lëkurës tek bebet. Ky ushqim është ideal edhe për lëkurën e ndjeshme të bebeve. Atë mund ta përdorni për të trajtuar skuqet në lëkurë të cilat janë të shkaktuara pikërisht nga pelenat. Vitaminat. Kosi gjithashtu përmban fosfor, kalium dhe njëkohësisht jod, zink, vitaminë B5 dhe B12. Kjo e fundit është një vitaminë shumë e rëndësishme për rruazat e kuqe të gjakut dhe për sistemin nervor. E ftohura. Kur imuniteti është i fortë, ai do të mposhtë të gjitha viruset ose bakteret. Konsumoni 150 deri në 200 gram kos në ditë për të shpëtuar simptomave të ftohurës, problemeve me fytyn dhe njëkohësisht gripit.
Ky produkt gjithashtu përgjysmon shanset e shfaqjeve të këtyre sëmundjeve. Shëndeti i lëkurës. Kosti është një nga kurat më të mira për femrat. Ai përmirëson gjithashtu lëkurën, shtrëngon pore dhe i jep lëkurës elasticitet dhe njëkohësisht shkëlqim. Kosti po ashtu është i dobishëm kundër simptomave të plagës, ankthi më i keq për shumë femra. Shëndeti i flokëve. Kosti është i dobishëm edhe kundër flokëve të thatë dhe të hollë. Ai forcon çdo qime të flokut dhe pastron skalpin nga zbogthi. Sigurisht që kosti duhet të jetë nga ai i cili përgatitet me far dhe jo i përpunuar. Çfarë i ndodh trupit tuaj nëse ju konsumoni kos çdo ditë? Sipas ekspertëve, ashtu siç ne e përmendëm, kosti mbetet një nga ushqimet më kryesore për shëndetin, i cili vjen nga prodhimet e bulmetit. Sipas ekspertëve, kosti ka vlera të jashtëzakonshme, duke filluar që nga ulja e tensionit të lartë të gjakut. Kosti, sipas ekspertëve, do t'ju ndihmojë në mbajtjen nën kontroll të niveleve të tensionit të gjakut, duke qenë se përmban vitamina dhe mineralet e nevojshme që i nevojiten organizmit ton. Ndihmon në kontrollin e peshës trupore. Kosti ju mban të ngopur për më gjatë dhe mund të ndihmojë gjithashtu në rregullimin e peshës tuaj, veçanërisht nëse e konsumoni si pjesë të një diete të ekuilibruar. Përmirëson gjithashtu shëndetin e zorrëve. Kosti është i pasur me probiotik të cilët nxisin florën e shëndetshme të zorrëve dhe një tretje më të mirë. Megjithatë, njerëzit me sindromën e zorrës së irrituar apo me rritjen e tepërt bakteriale të zorrës së hollë mund të përkeqësojnë këto simptoma. Hani më shumë proteina. Kosti, si për shembull ai natyral, është ideal sepse është më i trashë, përmban më shumë proteina dhe më pak karbohidrate. Kosti me bazë bimore ka tendencën që të ketë më pak proteina. Dhe gjithashtu duhet të dini se kur imuniteti është i fortë, ai do të mposhtë viruset më shpejt. Prandaj kosti duhet të jetë me patjetër pjesë e regjimit tuaj ushqimor, duke qenë se ai do të forcojë imunitetin tuaj dhe njëkohësisht do t'ju mbrojë nga sëmundje të ndryshme. Do të jeni në një humor më të mirë. Mikrobioma e zorrëve informon trurin se është i qetë vetëm kur ndjen ekuilibrin. Kur ka atë që i nevojitet, trupi nuk ndihet i kërcënuar. Ulëmtimet kanë treguar gjithashtu se ngrënia e kostit 2 herë në ditë forcon zonat e trurit të cilat janë të lidhura me emocionet. Hani kos dhe kockat tuaja do t'ju falenderojnë. Gratë në veçanti janë më të prirura për humbjen e kockave. Për fat të mirë, një filxhan kos çdo natë është mjaftueshëm për t'i mbrojtur ato, duke marrë njëkohësisht kalcium, proteina, kalium, fosfor dhe vitamin D. Hani çdo ditë dhe kështu do të zvogëloni shanset për osteoporozë. Ju do të humbisni në peshë. Sipas nutricionistëve, nëse hani kos çdo ditë, ju i rrisni shanset për të humbur në peshë. Proteina ju ngop dhe pakson ushqimet gjatë ditës, ndërsa ka studime që lidhin përqindjen e peshës së ulët dhe yndyrës me konsumin e kosit. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!